Hapësira e institucionit parashkollor Ganimet të Tërbeshi, saktësisht lokacionit në Rogov, tash disa muaj shfrytëzohet edhe nga klasa përgatitore e shkollës fillore dhe të mesme të Ulët Haxhi Hoti. Mirjeta Bytyqi, mësimdhënëse, ka bërë të ditur numrin e fëmijëve dhe se me sa grupe punojnë. Këtë institucion punoj me 2 grupe, dhe me thonë grupi paradite dhe masdite, dhe me thonë 2 mësuse jem, Mirjeta Bytyqi dhe Florie Dojaka, ku se cila i kem unë i kam 26 nxënës, ndërsa mësusja Flutur i ka 23 nxënës. Se i përket kushteve, mësimdhënësja Bytyqi shtoi se duke qenë se objekti është i ri, ambienti i plotëson të gjitha normat për mësim adekuat. Kushtet janë të plotësuara, është objekt i ri, gjithçka është e mirë, e re, e mirë mbajtur. Kur jemi të numri i fëmijëve, kërkesat janë gjithmonë në rritje dhe ka numër të konsiderueshëm të nxënësve, shtoi mësimdhënësja Bytyqi. Çdo vit kemi fëmijë me një numër të konsiderueshëm, do të thonë çdo herë kemi 50 numre, do të thonë edhe pse i ndajmë në grupe, do të thonë grupin e parë janë 13, grupin e dytë janë 15. Ndërkaq fëmijët prapa kamerës u shprehën të gëzuar për mësimet që i zhvillojnë në përditshmëri në këtë objekt.